Në dritën e ngrohtë të perëndimit, mes një atmosfere që ndërthurte elegancën me traditën, në fshatin Kravar të anës së malit, u shënua hapja solemne e villës Eden, një ambient i ri që premton të sjellë një frymë të re për organizimet dhe turizmin në këtë zonë, që në minutat e para, mysafir të shumt, familjar, miq dhe banor të Kravarit mbushën hapësirat e vilës, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot emocion. Mbrëmja nisi me tingujt dhe ritmet autentike të valleve tradicionale të anës së malit, të interpretuara nga shoqatat troje tona, të cilat i dhanë ceremonisë një identitet kulturor dhe një ndjenjë krenarie për trashëgiminë vendase. Duartrokitjet dhe emocionet e të pranishmeve shoqëruan çdo performancë, ndërsa atmosfera u bë dhe më ngrohtë me interpretimet muzikore të artistes Eliza Markiq. Ndërsa disa fjalë zemre dhe mikpritëse erdhën nga pronari Enes Demiri. Në emrin tim personal, në emrin të familjes time, ju falenderoj nga zemra gjithë juve që sot dhe sonte jeni prezent në këtë hapje solemne. Një përshëndetje të veçantë do doja të bëja për ministrin e pakicave zotni Fatmir Gjeka, zëvendës kryetarin e komunës zotni Beqir dhe gjithë juve miq dhe dashamirë që sot jeni prezent. Dhe që nga obligimet tuaja, agenda juaj e ngarkuar, keni gjetur kohë që sot të na nderoni dhe të merrni pjesë në këtë event. Po ashtu një falënderim i veçantë shkon për televizionin Teuta me stafin e vet, si dhe Studio Demiri, në kryemin e Dim Demirin, për cilët kërkoj një duartrokitje shumë të madhe, që këtë eveniment do bëjtë pa harruar dhe ta kemi vazhdimisht në arkiven tonë. Kemi restauruar këtë shtëpi me qëllim që të krijojmë një ambient të ngrohtë familjar, normalisht duke u bazuar në faktin që Guri Rënd përshon vend vetë shumë e vërtet, që ti mos i harrojmë traditat tona, vendin ton, vendlindjen ton, po ashtu synimi tjetër ishte edhe ta vazhdojmë zhvillimin rural në zonat rurale të anës malit. Pikërisht në Kravar, por patëm qëllim që ne të bëhemi një shtys që ta zhvillojmë fshatin Kravar, por edhe zonën anës së malit në tërësi që zhvillimi të bëhet sa më i madh. Po ashtu, një falënderim veçantë do doja me një duartrokitje shumë madhe ta përcjellim për stafin e Lamigës, cilin e bëtën këtë organizim edhe më të veçantë me këtë koktejl të mrekullueshëm. Po ashtu, për të qenë sot të mbledhur këtu, falduarve të arta të ekipeve punuese dhe individeve të cilët morën pjesë në restaurimin e kësaj shtëpie, dua të bëj një falënderim në emrin tim dhe të familjes për këto grupe punuese. Holly Decor, Elita Group, Ardit dhe Sami Velia, Elektros, Demiral, zotni Latif Zenuni, zotni Senat Demiri, zotni Mariglen Musa, zotni Sali Sokoli, zotni Martin Kola, zotni Skender Kallaba, Tapacir Kurthi dhe zotni Besni Kaloshi. Po ashtu do doja një falënderim të veçantë për gjithë kontributin për miqet, familjarët dhe një duartrokitje për rinin e Kravarit që ishin pranë nesh çdo ditë, çfarëdo që ne kishim nevojë për ta. Po ashtu një falënderim të veçantë dua t'ja dedikoj njerit person i cili i dha shpirt kësaj shtëpie dhe me mundin dhe kontributin e tij dha maksimumin që kjo shtëpi të duket edhe me pastër, edhe me mirë, edhe me bukur. Mirpres me duartrokitje zotni Gentian Hysenin dhe ta marrë një dhuratë simbolike në emër të familjes. I lutem një duartrokitje shumë të madhe.
Po ashtu, për gjithë juve që sot jeni prezent dhe jeni mbledhur sot që të ndajmë këtë natë me emocionet e bukura së bashku, në emrin tim dhe të familjes time, ju dëshirojmë vetëm dy gjëra. E ato shka ju dëshirojmë janë gjithë shka edhe asgjë. Gjithë shka që ju bën të lumtur dhe asgjë që ju bën të vuani. E vendosur në një pozicion dominues mbi natyrën përreth, Villa Eden tërheq vëmendjen jo vetëm për arkitekturën moderne dhe ambientin e kuruar në detaje, por edhe për panoramën breslënëse që ofron. Nga terracat e saj hapet një pamje e gjerë që përfshin liçenin e Shasit, bregdetin e Ulqinit, lumin Buna dhe vargmalet përreth, duke krijuar një kombinim të rrallë të natyrës mes detit, liçenit dhe maleve. Në netët e kthjellta, horizoni shtrihet larg, duke e bërë këtë vend edhe më të veçantë për vizitorët. Disa prej mysafirëve të pranishëm në ceremoninë e hapjes vlerësuan atmosferën, mikpritjen dhe potencialin që Villa Eden sjell për zonën. Shumë prej tyre e cilësuan këtë investim si një hap të rëndësishëm për promovimin e bukurive natyrore dhe traditës së kravarit. Është një mrekulli si pronari Illamik Gazmend Demiri, si që njohim ne, ka ba pikërisht këto, edhe mu më ka këzu pikërisht ky fakt, është një gjë e bukur. Mendoj që të japin stimulim në gjithë zonës dhe e shoh që valorizimi është gjë e bukur, që valorizimi i gjithë qytetit shkon si tansi territoriale. Domethënë edhe urbane, rurale, dhe ashtu që potencialin, domethënë edhe në zonën rurale, pikërisht kjo është një investim shumë i madh, që do të japin mendoj inspirim edhe tjerëve për të vazhduar këtë pikërisht kësaj lloji investimesh ose investime tjera në këtë zonë. Janë shumë gjëra që kanë ndryshuar. Vetë procesi është pas jashtë pak procesi i cilin jemi ne si shoqëri, mendojmë që për 1-2 vjet të jemi antarë BE-s, hapja e kufive, cirkullimi i njerëzve i mallnave, rregullimi i rrugëve, rruga e cila do të bëhet për kraj, cila është në vitin 2022-2023 janë fut në buxhet edhe do të filloj, pastaj rruga tjetër që do të vi Adriatikon pikërisht cila kalon përmes komunës Ulqinit edhe përmes kësaj zonës, janë shumë gjëra, kushte të cilat do të ndihmojnë edhe më shumë zhvillimit të kësaj zone. Kështu që unë mendoj që e pret një periudhë e mirë e artë të zhvillimin pikërisht edhe të Ulqinit edhe të zonës rurale. Kësaj dhe mos zonës transparente e cila gati është 50% e territorit të Ulqinit. Ana Malit i mirëpret këto investime në anën tonë. Sa i përket bashkësive lokale, ne veçse kemi pasur disa takime në kabinetin e kryetarit të komunës, Genci Liman Begu, me gjitha bashkësi lokale dhe kështu besoj dhe shpresoj që së shpejti çdo kërkesë të cilën kanë bashkësitë lokale në drejt komunës, ne do të jemi partner dhe do të bashkëpunojmë me secilin projekt të cilën kanë bashkësi lokale. Po ashtu, ky zotnia Sante të cilin jemi to, ky edhe ka marrë edhe postin e ri, është kryetari i bashkësisë lokale, po ashtu edhe kemi pas para një jave edhe një mbledhje për bashkësi lokale të cilat do të renovohet dhe kështu zona Ans Malit i mirëpret këto investime dhe besoj dhe shpresoj që pushteti vendor do të jetë gjithmonë në mikpritje të çdo investimi sa i përket pjesës rurale. Dhe kështu familjes Gazmend Demirit i uroj sukses, zhvillim, harmoni me familje e gjitha të mirat për këtë neve. Unë jam shumë krenar për çdo investim, sepse Ana Malit viteve të fundit veç po i mirëpresim disa investimeve edhe në Katerkoll, edhe në Kryth, edhe në secilin vend. Dhe kështu ndihem shumë krenar dhe shpresoj që rinia jonë mos ndodh si çka ndodh vitet më herët, të cilët ka pas shumë ikje dhe besoj që kohët e fundit edhe është ndal, jo vetëm të shkojnë diaspor, po edhe të migroj edhe në qytet. Dhe shpresoj që zona jonë e Ans Malit ka prioritete gjitha, vetëm se duhet të aktivizohemi të gjithë, të punojmë të gjithë së bashku dhe kështu le të mirëpresim çdo investim. Kjo është mund ta quajmë edhe sa është personale e zotëri Gazmend Demirit, por ne që 15 vite kur kem formuar shoqatën, Biznes Klubi Ana Malit ka qenë rivalizimi i anës së malit. Domethënë ta bëjmë si një vend turistik. Për arsye se ne edhe komuna Ulqin na ka dhënë Zoti detin
ndërsa këto na ka dhënë këtë pjesë, këtë shpat malit, e cila kena shikimin të gjitha në 3 anët, të më thanë, mund të shohim liçenin e Shkodrës, lumin Buna, liçenin Shasit, po edhe në pikë mund të shifet edhe deti. Kështu që kjo është një pikë nisje, edhe si një ide e cila ishte realizuar edhe zotëri Gazmendit, unë e përgëzoj për këtë vullnet mirë, me këtë investim që është një pikë nisje edhe një ide për t'ju dhënë diasporës në përgjithësi se e kanë braktisë zonën e Ansmalit, sidomos anën e Kravarit, duke dalë në për qytet, duke mendu, duke nga masijetës ekonomike, ashtu quajtur vendet punës, por duke lënë mas dorët një bukuri, një vend për turizëm të arshëm, unë e quaj ma tepër si një biznes i arshëm, kur e shikoj, ne kena pas idetë tona kanë qenë që të blihen 5-6 lokalitete, 7 shtëpia, që të bëhet një fshat turistik këtu, edhe nuk ka përshkrim si këtë, kur i bajnë në për Shqipërinë, si i shohim në theth, plot vendet tjera që nuk janë aq atraktive, njerëzit e kanë bërë atraktive, domethënë, nërsa na këtu kena natyrën, hapësirën, çdo gjë që turisti i huaj edhe vendor kish më kënaqur. Unë për momentin nuk kënaqa në këtë ajër, në këtë atmosferë, në këtë shikim, në këtë vizion, për arsye se njerëzit janë lodhur nga tollovia, nga kallableku, nga biznesi, nga stresi. Kjo është një qetësi relative, absolute, që kënaqet shpirti, edhe unë i bëj thirrje të gjithë ato të cilët na ndjekin, na shikojnë, që të marrin si shembull këtë tip lloj investimi, siç e ka bërë zotëri Gazmend Demiri, që në anë të malit të vinë bilem nëse kanë mundësi, edhe kanë mundësin diaspora që jetojnë në vendet të jashtme. Unë e përgëzoj edhe një herë, gëzoft edhe është një biznes shumë i mirë, një pikë nisje edhe i herë përsëris, një pikë nisje, një shembull, një mostër e bukur për qytetarët cilët jetojnë këto të reva. Së pari falenderoj për kontributin e tyre familjen Demiri, e cila njihet tashmë në qytetin tonë, në qytetin e Ulqinit, për një sër investimesh të cilat i realizan në qytetin e Ulqinit, dhe ky është një ndër investimet e fundit, e cila ka bërë pikërisht në vendin e tij të lindjes në Kravar. Tashmë Kravari ndodhet në zonën e anës së malit, dhe ana malit ditë ditës po merr një hall të jashtëzakonshëm sa i përket zhvillimit rural, dhe mendoj që komuna Ulqinit duhet të jap një kontribut shumë më të madh, domethënë që edhe investitorëve tjerë të krijohen mundësi të reja që ta zhvillojnë sa më tepër çdo fshat në të cilin e kanë traditën apo janë shpërngulur për shkak të kushteve jo të mira ekonomike, dhe tani dal nga dal janë duke u kthyer dhe për jap kontributin e tyre për të mirën e në përgjithësi e krejt turizmit në qytetin e Ulqinit. Në çdo gjë duhet të nisë nga zhvillimi i infrastrukturës, sepse pa infrastrukturë nuk kemi edhe zhvillim, ato janë bazat. Nëse kemi një zhvillim të qëndrueshëm, atëherë duhet komuna t'i bëj kushtet që investitorët privat të bëjnë një zhvillim shumë më të mirë edhe më të avancuar. Tashmë ne e dim se ana malit ka potenciale të jashtëzakonshme, duke përfshirë lumin Buna, liçenin e Shasit, këto zona të bukura, dhe besoj që njerëz të tillë si familja Demiri i duhen anës së malit dhe Ulqinit në tërësi. Kjo është kënaqësi e madhe të jemi sot këtu në këtë hapje solemne kësaj mrekullie, që kthehet në ato ngjyrmë të parëve tyne. Familja Demiri na kanë bërë një mrekulli tjetër në anë të malit me Lamigen, kurse kjo është e dyta që jep hieshi anës malit, edhe shpresoj që të jetë një fillim i mbar që edhe familje tjera të kthehen të zbukurojnë këtë vend të mrekullueshëm që Zoti Xheleshanu i ka dhënë këtij vendi këtë pamje të mrekullueshme. Shpresoj që kështu të vazhdojnë. Ju urojmë familjes, si më thonë, hapje të mbar, inshallah i shkon marrë mirë gjithmonë. Pronarin e Villa Eden, Enes Demirin, e morëm edhe pak për televizionin Teuta, për të na treguar më shumë për idenë, vizionin që qëndron pas këtij projekti, si dhe synimin për ta kthyer këtë ambient në një pikë të rëndësishme të organizimeve familjare, eventeve dhe zhvillimeve të turizmit rural në Kravar. Është kënaqësi që sot jemi në Villën Eden, një villë e cila, siç e the në hapje, është një rikthim në rrënjë. Por nëse pyes fillimet kur ishin, si lindi si ide, nga çfarë nisi e gjitha?
Juve njëherë faleminderit që jeni sot prezent këtu me ne. Ideja ishte e përbashkët familjare. Ideja ishte që ne mos t'i harrojmë rrënjët tona. Pra, të kthehemi, fakti që unë jam rritë në këtë shtëpi, edhe 7 vite i kam mbush këtu, ishte që hajde të bëjmë diçka një restaurim, që t'jetë një motivim edhe për tjerët, por edhe një shtys më tepër për neve që të kthehemi në vendlindje, edhe mos t'i harrojmë rrënjët tona, traditat tona, edhe pse jo që këtë investim ta kthejmë në një pikë turistike me potenciale që na i ka falur Perëndia, t'i shfrytëzojmë këto resurse, këto pamje, edhe t'jetë, si të thojmë ata 2 në 1, ta shfrytëzojmë edhe për vete, por edhe për turizëm, edhe t'jemi shtys edhe për tjerët që t'investojnë dhe të kthehen në Kravar, po sëqërisht, po edhe në anë të malit në tërësi. 7 vite ke jetuar këtu, na trego pak si ka qenë edhe çfarë ka villa sot, çfarë ofron sot? Villa po thuaj se është brenda gabariteve të veta, ne kemi ndruar vetëm fasadën, pjesa tjetër janë ba disa shtesa. Këtu momentalisht ku gjendemi tash ka qenë meq për pemë dhe perime, është bërë pishina, është tu jacuzzi dhe komplet pikat që t'jetë ma atraktive dhe ma bukur për turistët, por edhe për neve si familje që t'vinë të kalojnë një weekend bukur, të kënaqemi së bashku. E di që jeni një rini, le të themi, apo një komunitet që i shtrini dorën njëri tjetrit. Ka qenë një tillë rasti edhe kur keni filluar të punoni në vilën tuaj? Zakonisht Kravari është njohur gjithmonë për komunitetin e vet, pavarësisht se kemi qenë gjithmonë një pjesë pak e varur nga zona anës së malit, një pjesë malore, por sa i përket brenda për brenda, komuniteti gjithmonë ka qenë i lidhur njëri me tjetrin ngushtë dhe në raste kur dikush ka pasur nevojë gjithmonë jeni gjendur pranë njëri tjetrit. Ajo traditë përcillet edhe në gjeneratat e mia, por edhe me treja ende e sot. Edhe faleminderit gjithë rinisë, gjithë tjerëve që kontribuan, banorëve, u gjendën pranë nesh dhe arritëm që të bëjmë diçka të bukur për neve, po edhe për fshatin, do zoti që zgjerohemi, do zoti të vinë investitorë tjerë, edhe gjendemi pranë njëri tjetrit gjithmonë, se ashtu ka qenë tradita gjithmonë dhe shpresojmë që ashtu t'jetë edhe në të ardhmen. Diçka të fundit, pse emri Eden? Emri Eden erdhi në bashkëbisedim me familjarë se çfarë të bëjmë, si t'ja vendosim një emër, kur erdhem te ideja që ne ta bëjmë një shtëpi të tillë, ta quaj një vilë kategorizimi luksoz, edhe babi kuptoi idenë tonë, qëllimin tonë, qefin tonë, ai me dëshirën më të madhe, edhe ai këmbguli që të na realizoj këtë dëshirë për arsye se edhe ai e vlerëson që ne të jemi këtu ku jemi sot. Emri Eden rrjedh prej fjalës, ai ta quaj kopshti i Edenit, është kopshti ku Havaja dhe Ademi u zbritën për herë të parë në tokë, edhe është një emër që përfaqëson një lloj parajse por në tokë. Shumë fat, mbarësi edhe sukses. Faleminderit edhe për juve, uroj të kaloni mirë, përshëndes edhe teleshikuesit që janë duke na shikuar, edhe uroj që Kravarit lulëzoj, Anamarit lulëzoj, Ulqini, gjithë lulëzojnë, por vetëm që t'jenë kontribut tjerëve dhe të mirë tjerëve. Faleminderit. Në një mbrëmje ku u bashkuan muzika, kultura, natyra dhe mikpritja, hapja Villa Eden la përshtypje në një fillimi premtues për një destinacion që synon të bëhet pikë takim i momenteve të veçanta dhe kujtimeve të paharrueshme. Zona anës së malit po fillon një etapë të re.